edhe dashuria dhe urrejtja duhet të jenë me një karar, me një masë, mos tjetë e teprume, sepse nuk dihet nëse teprohet në dashuri, atëherë ka mundësi që një ditë për ndonjë gabim, ndonjë dëshpërim, ajo dashuria shndrohet në armiqësi të plotë. Edhe dikon kur e ke armik, kur ke urrejtje, ajo urrejtja duhet të jetë me një masë caktuar, se ndoshta përmirësohet ndonjë aspekt edhe shkaktohet afrimi, atëherë si ka mundësi të afrohesh me atë që e ke tepruar me armiqësi. Më thënë nëse janë te kalu kufite kështu me radhë, atëherë nuk ka hapësirë për kthim. Këtë që e ka thënë poezi është transmetuar edhe si hadith me këtë kuptim, por ka, domethënë disa prej dietarëve që kanë thënë se është i dobët. Sidoqoftë, ky është kuptim i mençurisë. Pra në hadith përmendet ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Domethënë doje të dashurin tënd me dashuri mesatare, me mas. Domethënë se ndoshta mund të bëhet i urryeri yt një ditë. Wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Edhe atë që urreje me një mas mesatare, sepse ndoshta do të bëhet i dashurit një ditë. Më thënë atëherë kur bashkohesh për shkak të mirësive, edhe atëherë ku mbetet ajo armiqësia për son fjalë që janë thonë ose padrejtësitë që janë bërë kështu me radhë. Prandaj duhet me pas njeriu një mas dhe një karar.